Po atëre, juve se keni ardhur në protestë? Unë kam marrë në të protestë me shumë dhimbje kur kam parë atë personin në Vlorë që kanë marrë zvarre me shkujtuar jeta ime vetë që kam ikur në Greqinë në 94. Edhe ka marrë greku të identik ashtu. Atë lloj ajo më detyroi më shpruri këtu në protestë, ka marrë pjesë që nga data 1 deri më sot, çdo ditë jam antipartiak, gjysë të gjyshe. Por kam ardhur me shpirt nga të gjitha, me zber shpirti tek s'mban me nga të gjitha këto padrejtësit që janë këtu. Duke filluar që nga shëndetësia e pare punës, që mu dha mundësia, po më qoj hallit e këtë spitali, qova djallën atje edhe nuk gjenje një medikament. Edhe kam quar në spital privat, kam 2 djemë dhe i gocë. Kam barua shkollën e lartë, edhe nuk kanë zënë vend këtu. Edhe i kanë thënë fëmijëve të mi, se kanë vuajtur vend në kurbet, ju kam thënë fëmijëve të mi, mundoheni sa të mundeni të punojmë këtu në Shqipëri. Edhe ka ardhur momenti që më tha djali, e ka marrë me vete djalin, që 12 vjeç punë, dhe në shkollën punë këtu në Tiranë. Kam punuar që kanë atë ka dhe 2002 në Greqi, ka marrë në Tiranë në 2002 dhe kam mbushur me loto rrugët e Tiranës. Për të ndetur në tuja dhe këtë vendin tim këtu. Për të ndetur, edhe si përfundim, që unë e shkollova, mbaroj shkollën e lartë, edhe tha babi, tha, këtu me thënë ndetur, tha, nuk e shoh të ardhë me tha. Se gjithë shqiptarët e tjerë, gjithë rinia. Edhe sot që unë e kam Dubai, edhe punon atje, ka 450 punëtorë drejton atje. Pse mos i drejtojnë këtu në Shqipërinë vendin e vetë? Dhe i bëj thirrje, dhe tha që pa do plotësoj kontratën këtu, tha do vita mos tiki tradhtarë, si këta tradhtarë që janë. Që nga Sali Berisha i pari. Që Sali Berisha nuk duhet ekzistojnë në faqen e vetë. Edi Ramën populli, e zgjodhi Ramën populli, se për demet që beri Sali Berisha. Por, këj dolim kesi Sali Berisha. A ka turp që delëm gjesë, a vetet e pasqyra e Dirama. A vetet e pasqyra, ta shikoj vetet. A e ka larë curratin atje. Qa shko? Sa vite ka djalin në? Djali ka 10 vjetë e kusur. Sa kohë ke pa e parë? Vjen djali her pas here, edhe me shumë ma shumë dhimbje edhe kush e di çdo njeri, çdo shqiptar e di që është kurbeti. Muam 30 mish të i teri. Pse të rrijat? Me tërë fëmijët e gjithë Shqipërisë janë jashtë. Pse mos vito këtu? Dhe këtë ka pelek flamur. E ka vendosur ai burr atje, Skënderbeu, Ismail Qemali, edhe ky po çopton po e shit. Po ja shet tërë kriminalave. Dhe mos ke frikasia këtu. Të dali këtu të përcase të bomba. Të dali dhe pensionista të gjithë të ngrinë. A që i revoltuar jam në ana shpirtërore, unë si kam fare që i partit. Jam populli thjesht. Pandaj, ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të bashkohet, mos përçajnë si një trup i vetëm, për t'i vënë dhe një herë gurin e themelit. Sot është dita e pare çlirimit të Shqipërisë nga okupatorët, nga nazistat, nga kriminalat. E ka marrë dorë kriminalat dhe mos ke frikë asnjë. Unë do të le... Kam shumë për të thënë. Ka shumë gjerë. I ka thënë të gjithë shqiptarë i ka thënë dhe duan bashkim popullor. Edhe kam një gjatë tjetër kam. Gjaja e fundit është për mua që t'jem me shpirt patriot. është ta shpreh kush është patriot. Patriot që do Shqipërinë e ka punuar deri më sot është Marin Mema, për mua. Unë s'kam fare, s'u ka futur asnjë kështu. Dhe juve që më bani mikrofonin. Jo se
Po vije dhe më ke marrë ti këtu për të shu, po të ka para ti protest që ti të parë. Luma nene dhe i papa që ka merë. Bravo i qofë, dhe një gjatë tjetë ka prapë për i media, për tufta ke, se kemi qëndit e parë që nuk dalin, për tufta ke, qëndit e parë. Jo, kur kam qanu ti dhe parë. Dhe ti bravo të qoftë, ke njeri u minderuar në botë. Allah, rofë Shqipëria, rofë Trinia, rofë kombi shqiptar. Atere, arsye që të kam bërë ty të dalësh në protestë? Arsyet janë nga më të ndryshme, gjithë se cili nga neve ka hallet e problemet e tyre. Unë të falenderoj që ti e një zë shumë i madh i komuniteteve të ndryshme, por si përfaqësues i komunitetit me diabet kanë vënë re që këta kanë shkurtuar numrat e spitaleve. Spitali i Pelenës është mbyllur, i Përmetit është mbyllur dhe kanë bërë vetëm një spital të ri në QSUT që nuk ka as shtretër dhe as shërbime. Gjë që na ka revoltuar sepse në spital nuk ka as age dhe 6 klasa mësimore për diabetin që u hapën i kanë mbyllur, vetëm kanë ngelur një apo jo nuk e di, dhe e kanë shkartruar mjekësinë duke shkelur protokollet në mënyrën më arrogante sepse nuk ka as bashkëpunim, as një gjë. Zërat tanë po shuhen për faktin sepse nuk duan të na marrin parasysh të vërtetin që po vuajnë. Dhe gjitha kjo bëhet në bazë të taksave tona dhe ne vuajmë dhe me shëndet dhe me pasoje. Të falenderoj Osman që je zë i vërtet. Atere janë këto protestues të cilët kanë artikuluar këtë zë, ndërkohë që problematikat e tyre janë nga më të ndryshmet dhe ndërkohë qytetarët janë po ashtu duan të komunikojnë. Çfarë ju ka bërë të vini në këtë protestë? Jo tani, në radhë parë, faleminderit shumë për News 24, është një nga stacionet 100% i saktë. Edhe një herë, leja rrit në Tiranë. Kam vetëm rinia shqiptare ta mori të vend. E dyta, nuk ka pse Edi Rama mos largohet. Kanë dalë 2 milion shqiptarë që këtu, 3 i kanë në për botë. Nuk ka pse mos largohet. Ke vjedh, ke dal me letra, me gjitha, leja të rivet. Ik, largohu, nuk të beson më ky popull. Edhe Berisha për njëtin gjotë duhet largohet, gjej lider të ri, ka dhonë, ka bo sakrifica, ka qenë lider, tamam, por duhet largohet ja leja të rivet. Edi Rama, po ta them vetëm një llaf, unë jem leja rrit në Tiranë. Boj lorët si dush, ky popull mos kujto se s'kupto, po ta them vetëm një gjë, nuk të lidh ky popull deri në largimin tat. Vetëm një gjë, largimin tat e do gjithë Shqipënia.